përse duhet ta ndryshoj drejtorin e policisë, përse duhet ta ndryshoj ministrin e Brendshëm. Pra ky ka nevojë për të patur ca kukulla dhe ministri i Brendshëm që sot përveç se një kukull e kryeministrit, asnjë lloj kredibiliteti nuk ka. Ministri kukull ishte zonja Vučić. Absolutisht ishte, po këtë e ka marrë, po themi edhe se një person i cili t'u jap edhe më tepër zemër, po themi për zbatimin e antiligjit, apo nëse do të shohim po prap një drejtor policie i cili trajnon e gjithë atë policin se si mund sillet ndaj një opozite. Pra, besoj që kryeministri është në një situatë kritike dhe ju keni parë që tashmë njerë shkon tek Internacionala Socialiste, pastaj ik diku tjetër dhe e ka kthyer në part-time, po themi punën jo vetëm në parlament, por edhe në qeveri apo diku tjetër, dhe kërkon me çdo kusht për ta zvogluar, për ta joshur, për ta mbyllur në aspektin e reagimit ndërkombëtar të asaj se çfarë po ndodh në Shqipëri. Ndërkaq, kamerat kanë fiksuar dhe kolegë tuaj, të cilët lotoni dhe kishin probleme, zoti Noka, zoti Boçi, zoti Balliu, janë mirë, keni komunikuar me ta? Po thuaj se gjithë kolegët që kanë qenë aty janë përballur, përjashtuar një pjesë të cilët nuk kanë arritur kamerat që ti fokusojnë, sepse e gjithë ato togat e policisë ishin të angazhuar maksimalisht sidomos ndaj drejtuesve. Një pjesë e mirë e kolegëve akoma dhe sot janë absolutisht në gjendje jo të mirë për shkak përdorimit të një gazi i cili është i gatshëm për të mbytur dhe arrit në mal, jo një deputet, po themi në mes qytetit, apo duke përdorur gaz sikur ne jemi në luftë ndaj një agresori. Këtë bën vetëm kjo qeveri. Pra, janë deputetët, janë qytetarët, ju keni parë se si, apo siç ishte gazetarit të cilët pothuajse ishte i paramenduar, edhe nga protesta e kaluar, në të cilën pati një reagim dhe që janë i bërë që t'jenë një situatë kritike për mbjetesë, sepse jo vetëm që përdoret gazi lotësies, po përdoren shkelma, përdoren, po themi, gjujtje me shkopin gome, e tjesë tamam në situatë lufte dhe jo në një... Mirë, zoti Mziu, në këto protesta e shtata kombëtare dhe në mënyrën se si Partia Demokratike po e bën opozitën e saj, po themi mënyrën se si po i vihet pushtetit, e ka gjetur busullën? Besoj që është brenda trajektorës që duhet bëjë një opozit. Një opozit nuk besoj që mundet që të shkojë të sillet në mënyrë proporcionale si një qeveri kriminale, që të shkojë të marrë armë, sepse nuk është e vështirë për të gjetur dhe armë, nuk është e vështirë për të gjetur, po themi, dhe tritol, nuk është e vështirë për të gjetur dhe eksploziv, se gjithë Shqipëria është e mbushur plot, sepse sot më shumë bizotrojnë, po themi, grupet kriminale. Kur thoni proporcionale, do me thënë çfarë? Po arrini që... Me këtë sjellje agresive që bën policia. Pra ne edhe po themi ato që dalin dhe protestojnë, mund që të marrin armët, mund të marrin po themi tritol, ka sa duhesh sot në treg, sepse ka kthyer një treg normal në Shqipëri dhe absolutisht unë nuk po them që ne të shkojmë tek ajo. Po e nxit qytetarët për shkuar në një revolucion, për shkuar në një luftë vërtet. Sepse, po pra, unë nuk po bëj thirrje, unë po them, po tenton qeveria për shkuar dhe drejt kësaj. Pra, dhe kjo është absurde. Më gjej një vend tjetër të Evropës, nuk po merrim me pjesën tjetër të botës, më gjej një vend të Evropës kur një grup interesi apo qytetar qohen në protest dhe ka një sjellje të tillë. Ju e pat në Itali se si protestuesit e gjurin policët dhe nuk kishte asnjë lloj reagimi nga policia. Ju e keni parë protestat kur zhvillohen në Greqi apo kur zhvillohen në Bruksel apo zhvillohen në Francë, të cilët qohen vetëm për 3 cent apo 5 cent të çmimit të naftës, ndërsa ne në Shqipëri u rrit çmimi i naftës pothuajse gati 1 euro
dhe ndërkohë nëse qytetarët qohen kërset po themi Shkopi Gomës apo naftës ka shkuar 2 euro. Jo, u rrit më shumë, u rrit gati 1 euro, se shkon në 2.29 ose i bjen me 2.4 euro. Ndërkohë, të gjitha vendet e rajonit e kanë pothuajse. Kur ju pyeta e keni gjetur busullën pra drejtimin për të çuar drejt objektivit tuaj? Çfarë do të bëjë një opozit tjetër, po themi, kur çmimet janë të fishuar, kur papunësia është rritur dhe vetëm kush është patronazhist futet në punë, kur pensionet kanë ngel vend numëro, kur paga është më ulta në rajon, kur shpopullimi është më shumë, ja kalojmë Ukrainës, ja kalojmë çdo vendi që është